nuk administron SBA-ja këtë territor, këtë ishull, atë një ditë do ta posedojnë Kina ose Rusia? Jo, absolutisht, nuk besoj që ka arsye për shkak se Amerika ka qasje të pakufizume në Grenlandë, do të thonë, nuk është ka pas edhe baza ushtarake gjatë luftës ftoftë, ka pas një bazë shumë të madhe, por që është reduktu ma vonë edhe sot i ka një numër të caktuar ushtaresh atje, do thotë nuk kjo ideja se kjo paraqet potencialisht do thotë hapësirë për me ndiku Rusia kështu me radhë, nuk besoj se për shkak se pra thoni që nuk do të shkoj aq larg Trump, megjithëse ai po kërcënon, po flet, po kërcënon, por pastaj sikur po zbrapset, po tërhiqet, nuk do shkoj aq larg sa të përplaset me NATO-n? Fillimisht ka një kundërshtim brenda SBA-ve. Thot ndikun 75% popullsisë amerikane është kundër do thot aneksionit të Grenlandës. Masanej ka kundërshtime brenda në Kongres. Tash edhe në nëntor do të mbahen zgjedhjet midterms që paka shumë janë shumë problematike. Një pjesë e debatit që u bën dje në Davos, ndoshta e ke pasë është edhe i drejtohet edhe opinionit amerikan, për shkak se do thot ka një farë parapreket. Thoni se do ta humbin ende fuqinë republikanët në është rreziku shumë i madh që me humb Kongresin. Për momentin dhoma e lartë e Kongresit është 50-50, mirë po e keni pa atëherë kur u zgjedh Trumpi, do thot që u nominu, është dashur me shku krye zavens presidenti për me votu, se zavens presidenti me ligj është kryetari i Senatit. Edhe ishte 50 për me votu disa prej ministrave, sepse nuk ishin shumicë. Nuk i ka shumicë. Edhe në dhomën e ulët ka pas një shumicë me 4-5 deputet, mirë po problemi është se të gjitha zgjedhjet që janë zhvillu ndërkohë, se ka pas zgjedhje në disa vende, Partia Republikane i ka humbë. Kjo është një farë problemi që potencialisht në dëgjova dje disa analistë amerikanë që thoshin se veç është ka një farë para përgatitje që zgjedhjet që do të bëhen nëntor mos me i pranu si zgjedhje. Për te i fakti që ka pas edhe veprime brenda shteteve për me ba një farë ripërcaktimit zonave zgjollore e kështu me radhë për me kriju një avantazh paraprak. Po këto janë çështje sigurisht janë të rëndësishme edhe në këto politika që po zhvillohen tash, po sa i përket Grenlandës, thash që ka pas kundërshtim të brendshëm të fuqishëm, se një farë mënyrët edhe është një territor që i takon mbretërisë Danimarkës, do thot shtet aleat i Amerikës për një kohë shumë gjatë. Por pra zbutja e kësaj gjuhë edhe sprapsja nga kërcënimet në rastin e Grenlandës nuk është rasti i vetëm. A shihni se Trump i përkthen krejt kërcënimet në veprime? Apo me raste din të tërhiqet kështu? Shohim se ka një farë reciklimi të temave që përsëriten gati në secilën diskutim që bëhet. Nuk pe shohim se ka një konsistencë paka shumë se kjo gati është, me thonë, e pa realizueshme me gjitha ato diskutime që i banë për vendet ndryshme e kështu. Nuk besoj që mirë po frika është gjithmonë, këtu ka qenë frika kryesore. Po kështu me këtë gjuhë, a mund ta humb seriozitetin, pra duke kërcënuar e pastaj duke u tërhequr, çfarë prodhon kështu? Sepse pam që kërcënoi edhe Iranin e pastaj veç u hesht. Po ta shqo, çështja në raport me Iranin është shumë specifike për shkak se edhe ka pas një sulm amerikan që u ban verë, do thot kundër këtyne vendeve ku supozohet që iranianët janë të zhvillu arme nukleare, ka pas një farë koordinimit edhe me Izraelin atëherë, do thot çështja e Iranit është e pashmangshme edhe në raport me Izraelin, do thot kjo është e lidhur në ngushtë si veprim. Arsyeja pse është largu prej pse u tërhiq në moment fundit, ka qenë edhe presioni që e kanë bërë shtetet e Golfit, do thot Arabia Saudite, Katari, këto. Ka pas një rrezik potencial që me pas mu destabilizu gjithë regioni, edhe po të kishte pas destabilizim regionit, kishte pas rritje drastike edhe çmimeve të naftës. E kjo e kishte impaktu pikrisht Amerikanët që, do më thonë... Po me gjithat një qëndrim i tillë, pra, i SBA-s, i presidentit konkretisht,
ku kërcënon se do ta sulmoj Iranin, do të sulmoj pushtetin e ajatollave. Ka nxitur, si thuaç, edhe më shumë protesta brenda për brenda vendit. I ka entuziazmuar qytetarët që po kërkojnë rrëzimin e atij regjimi. Dhe tani kur tërhiqet, kështu kur heshtet SBA-ja, ata njerëz do të mbeten të përballën vetë, ata një farë forme do të lajnë atë mëkat para regjimit të ajatollave. Dhe tani kush e di se çfarë po ndodh atje me ata që përndiqen, që nëse nuk janë burgosur deri tani do të burgosen. Kjo çfarë tregon, kjo mos konsistenca e Trumpit në këtë rast. Po, Rriqo, tash... Apo mund të ndodhë që vetëm për momentin është tërhequr e në afatgjat ka plane tjera për Iranin? Unë nuk jam, si me thonë, ekspert i lindjes mesme dhe mundi me thonë ato që mendimin tim personal, po ajo ideja që me sulmu Amerika Iranin, unë besoj në bazë të asaj që është diskutua edhe në media, ideja ka qenë potencialisht jo me dërgu trupa në Iran, për shkak se dërgimi trupave Amerika ka pas një eksperiencë shumë të keqe në Irak, pas vitit, dhe me thonë, në vitin 2003 dhe ma vonë. Edhe kjo ka qenë një farë leksionit për Amerikën që nuk mos me shku aq shpejt me trupa. Ideja ka qenë që potencialisht me i sulmu gardën e regjimit, paka shumë që mban regjimin gardën e revolucionit iraniane, kështu me radhë, ose disa pika neuralgjike, paka shumë që me u mundësu njëzve masandej me pas mundësi me marrë pushtetin. Po ajo që lidhet me Iran, në Iran ka dhe një animozitet shumë të madhe dhe mbrenda shtetit ndaj regjimit. Një dikun se, si pas disa statistikave që flitet, dikun ma shumë se 70% e popullsisë është kunder regjimit që është atje aktual. Edhe e pa me se pat edhe një kolaps edhe ekonomik, dhe thënë kolapsoj ekonomia Iranit edhe kjo provokoj debat. Po ishte një shpresë e madhe për popullin iranian që potencialisht munden me e ndryshu regjimin, mirë po kjo dështoj për momentin. Tash ta shofim, kjo nuk ka përfundu, nuk e besoj se ka me përfundu me kaq, për shkak se aty janë edhe çështje tjera që janë të rëndësishme, do thotë në atë pjesë të botës. Mirë, duhet të kthehemi edhe një herë në Evropë dhe në veçanti komunikimi i SBA-s me Evropën dhe ambicia e Trumpit pra e shprehur kështu aq haptas me Grenlandën, hapje dhe diskutimin e çështjes së sovranitetit, a do të jetë më sovraniteti në rast se do të realizohej, pavarësisht se tani u zbut në Davos e pam krejt fjalë tjera, nëse do shkonte tutje me atë ambicie, çfarë do të ndodhte me atë shejtrin e sovranitetit që mbi sundon pra tash e sa vjet, që askush nuk ka të drejtë ja cënoj sovranitetin tjetrit, çfarë rendi të ri do krijonte një ambicie tillë? Po ne thame se përmbysja e rregullit ndërkombëtar automatikisht nuk kupton mos respektim sovranitetit. Dhe çfarë do ndodhte me neve konkretisht? Po kjo është pyetje me rëndësi për shkak se ne kemi edhe në aspekt sovranitetit kemi deficit, për shkak se nuk na kanë njohur gjitha shtetet në nivel ndërkombëtar, po neve, unë dhe thash edhe ma parë, ne kemi problemin tjetër që jemi në një region përballë një shteti që paka shumë ka kriju aliancat fuqishme me Rusin, me Kinën, edhe kjo paraqet kërcënim edhe për neve, do thotë kërcënim drejt për drejt. Në këtë aspekt,